Tronditje në Turqi pas një sulmi të rënd me armë në një shkollë të mesme në provincën juglindore të Kahraman Marasit. Sipas autoriteteve, një nxënës 14 vjeçar hapi zjarr brenda shkollës, duke vrarë të paktën 9 persona, mes tyre edhe bashkëmoshatar të tij, ndërsa më shumë se një dyzinë të tjerë mbeten të plagosur. Pamjet e transmetuara nga mediat lokale treguan skena kaotike jashtë godinës, ku ambulancat, policia dhe prindrit e alarmuar u mblodhen menjëherë pas sulmit. Guvernatori i provincës Mukerrem Unluer deklaroi se autori ishte nxënës i klasës së 8. Sipas hetimeve paraprake, armët që ai kishte marrë dyshohet se i përkisin babait të tij, një ish polic. Autoritetet thanë se adoleshenti hyri në 2 klasa të 5-s dhe qelloi në mënyrë të pakontrolluar ndaj nxënësve dhe stafit. Më pas, mes panikut dhe ndërhyrjes së forcave të rendit, ai vrau edhe veten. Ministri i Drejtësisë njoftoi se është hapur një hetim i plot për zbardhjen e ngjarjes dhe për të kuptuar motivet e sulmit. Ngjarja ka tronditur opinionin publik në Turqi, ku sulmet me armë në shkolla janë shumë të rralla. Por kjo është ngjarja e dytë e rëndë brenda vetëm 2 ditësh. Vetëm një ditë më parë, një 19 vjeçar hapi zjarr në ish shkollën e tij në provincën Sanliurfa, duke plagosur të paktën 16 persona përpara se të vriste veten. 2 sulmet e njëpasnjëshme kanë ngritur shqetësime serioze për sigurinë në shkolla dhe qasjen ndaj armëve.